pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga Dr. Harold Sala. Masa e plotë e faljes. Jini të mirë dhe të përdëllyeshëm njëri me tjetrin, duke e falur njëri tjetrin, sikurse edhe Perëndia ju ka falur në Krishtin. Letra drejtuar Efesianëve, kapitulli 4, vargu 32. Archibald Hunter thotë se falja është dorëzimi i të drejtës time për të lënduar, për shkak se ti më ke lënduar mua. Kjo nuk është plotësisht e saktë, thotë Richard Smith, duke treguar se kjo është shumë e lehtë, sepse ne e lëm fyesin t'ia dal pa u lagur. Richardi është një misionar dhe këshilltar, i cili gjatë gjithë jetës është marrë me një studim rreth kulturave dhe marrëdhënieve, se si njerëzit lidhen me njëri tjetrin. Richardi dhe gruaja e tij, Connie, e pranojnë që falja është e rëndësishme, shumë e rëndësishme. Por ata janë gjithashtu të bindur se shumë njerëz thonë fjalë bosha rreth faljes, duke i dënuar gabimet pikërisht kur mbajnë hidhërim në zemrat e tyre. Të falësh do të thotë ta lësh të lirë personin tjetër nga gjykimi yt, duke besuar se Perëndia do të merret me të, deri në pikën sa të ofroni mëshirë, nëse është zgjedhja e tij, shkruan Richard. Mos po thoni të dy të njëjtën gjë thjesht duke përdorur fjalë të ndryshme, apo ka ndonjë ndryshim thelbësor? Unë jam i bindur se shumë njerëz përpiqen të falin, por ata thjesht kapen pas ashpërsisë së gabimeve dhe pasojave të veprave të mëkatit që janë kthyer kundra tyre si viktima. Edhe pse Jezusi tha që duhet ta falim njëri tjetrin nëse ai na fal, ata thonë atë që mendojnë se duhet thonë. Ne themi fjali të tilla si për shembull, sidoqoftë ai është njeri. Ose themi, po ja, ishte gabimi yt për aq sa ishte edhe gabimi im. Ndonjëherë ne injorojmë problemin që vazhdon të acarohet dhe të rritet, duke thënë, nuk do të flasim më për këtë gjë, sepse sa herë që flasim, acarohemi të dy dhe themi gjëra që nuk duhen thënë. Pasi unë fola për rëndësinë e faljes, një grua më tregoi për vrasjen brutale të djalit të saj. I riu që kishte vrarë djalin e saj të vetëm u fut në burg. Megjithatë, zemra e saj vazhdonte të ishte e mbushur me zemrim. Mbi të gjitha, viktima ishte fëmia i saj vetëm, dhe fatkeqësisht, ati ishte hequr e drejta për të rritur. Ishte vrarë në lule të rinis, në mënyrë krejt të padrejtë. Patjetër që ajo ishte e zemruar. Po, ishte edhe krishter. Po, në mendjen e saj, ajo e dinte që duhet falte. E kishte zgjidhje në kokën e saj, por thjesht nuk mund ta bënte. Sa më shumë që mendonte dhe lutej për këtë, aq më shumë filloi ta shihte çështjen nga perspektiva e Perëndis. Ajo e dinte që nuk mund ta mohonte faktin që kjo ishte vrasje. Ajo që ndodhi ishte e tmerrshme, jo vetëm për djalin e saj, por edhe për të. Në një mënyrë, ajo filloi të kuptonte se hakmarrja nuk i përkiste asaj, i përkiste Perëndis. Dhe kjo ndodhi kur ajo filloi të kuptonte se Perëndia duhet merrej me vrasin, dhe ajo besoi se ai do ta bënte këtë. Ajo mendoi, i riu në burg nuk ka dëgjuar për Perëndin. Mos u përball ajo me vrasësin e djalit të saj? Jo, në vend të kësaj, ajo zgjodhi t'i çonte atij një Bibël me një letër të gjatë, duke i treguar asaj se si ndjehej dhe duke i thënë se Perëndia, biri të cilit thirri, o atë, fali ata sepse nuk e dinë se ç'bëjnë, ndërsa po kryqëzohej, do ta falte edhe atë. Rojtari i burgut i tha, mos e bëj këtë, po humbet kohën kot. Por ajo e bëri. Ajo tha, kur e bëra këtë, barra u hoq, dhe vetëm atëherë munda ta fal atë. Richardi ka të drejtë. Të falësh do të thotë ta lësh të lirë personin tjetër nga gjykimi yt. Ta lësh personin që ka gabuar në duart e Perëndis, duke lejuar Zotin të bëjë çfarëdo që zgjedh të bëjë me ta, pavarësisht nëse ai dëshiron t'i tregojë mëshirë atij ose ta gjykojë atë, që është e drejta e tij ta bëjë, jo e juaja. Unë jam i bindur se është më shumë se sa të dorëzosh të drejtën tënde për të lënduar dikë i cili të ka lënduar. Do të thotë besosh që Perëndia do të merret me situatën, duke e lënë në duart e të vetmit që i njeh zemrat dhe dobësitë e mishit. Kjo është domethënia e vërtetë e faljes. Asgjë tjetër nuk do të funksionojë. Sa po dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radioviz7.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radioviz7.net.